Përshëndetje të gjithëve nga unë Alfrida Kajolli dhe mirë se vini në podcastin e radhës Korrieri i Shëndetit. Shumë njerëz mendojnë se me kalimin e viteve metabolizmi ngadalësohet, por në fakt studimet thonë se kjo është e lidhur me humbjen e masës muskulare dhe jo me moshën, që do të thotë djegje më e vogël e kalorive dhe përkeqësim i kontrollit të sheqerit në gjak. Kjo është dhe arsye pse pesha dhe lodhja rriten me moshën dhe pa ndryshuar dietën tonë. Por si të ushqehemi dhe të shtojmë masën muskulare, si gjithmonë të ftuar kemi kimistin ushqimor dhe nutricionistin e Institutit Kulinar në Ranzi, zotin Alken Çuko. Përshëndetje Alken, mirë se erdhe. Mirë se të gjeta Frida, sa mirë që së bashku kemi një hapësirë të tillë ku flasim gjithmonë për produktet që na vinë në ndihmë për shëndetin tonë. Sot kemi një temë shumë interesante dhe unë do të doja çfarë thonë në studimet midis lidhjes së masës muskulare dhe shtimit në peshë. E drejt në fakt, sepse kjo temë gjithmonë ka fokus akoma dhe më të madh vitet e fundit. Në fakt studime të ndryshme nga universitete të ndryshme dhe grupe shkencore kanë dalë në konkluzione, të cilat gjithmonë më tepër thonë se masa muskulare është pikërisht ajo që determinon në lidhje me metabolizmin tonë. Pra, nëse ne shohim studimet që janë publikuar në vende të ndryshme, në revista të ndryshme si PubMed, që është një ndër më të mëdhenjt në fakt që realizojnë publikime shkencore, është vërtetuar se nga mosha 20 vjeçare deri në moshën 30 vjeçare deri në moshën 60 vjeçare, metabolizmi nuk ngadalësohet. Nuk ngadalësohet sepse në mënyrë le të themi normale, por ngadalësohet sepse ne humbim masë muskulare. Pra, masa muskulare lidhet drejt për drejt me ngadalësimin e metabolizmit. Dhe ne në fakt kemi folur edhe për raste të ndryshme së bashku në emisionet e tjera, në podcastet të ndryshme, ku kemi përmendur rëndësinë e masës muskulare, sepse është pikërisht ajo çfarë ne na ndihmon në përshpejtimin e metabolizmit tonë. Një lloj siç edhe masa e madhe muskulare na ndihmon, dhe kur kemi përmendur 5 podcaste më përpara mbaj mend në lidhje me produktet proteinike, kemi thënë që nëse konsumojmë ushqime proteinike, atëherë ne arrijmë që të djegim edhe më tepër kalori. Pra, trupi shpenzon më shumë kalori kur ha ushqime proteinike se sa kur ha diçka e cila është me bazë karbohidrate apo me bazë yndyrore, e cila në fakt nevojitet edhe më tepër kohë për ta tretur nga metabolizmi jonë. Pse ndodh kjo? Muskujt tanë janë le të themi një rezervë e glikogjenit. Glikogjeni është një lloj karbohidrati i cili mëlçia atë transformon. Pra, glukoza transformohet në glikogjen nëpërmjet mëlçisë dhe ai depozitohet në muskujt tanë, që ata më pas bëhen të mbushur, janë më tepër në formë, janë më tepër aktiv dhe janë gjithmonë gati për të kryer aktivitete të ndryshme fizike. Dhe jo më kot, duke qenë të tillë, ne nëpërmjet tyre shpenzojmë gjithmonë më tepër kalori. Nëse marrim në krahasim një individ i cili është i shëndetshëm dhe një individ i cili është obez, atëherë pa diskutim që ai i cili ka më tepër masë muskulare ka më tepër predispozicion për të djegur kalori. Unë do marr një shembull shumë të thjeshtë. Michael Phelps është një nga ata notarët shumë të famshëm i cili ka fituar kupa dhe medalje të ndryshme olimpike në fakt, dhe ai konsumonte rreth 10.000 kalori në ditë, çfarë është një sasi goxha e konsiderueshme, që mesatarisht një individ konsumon 2.000 kalori në ditë. Pra, çfarë një individ normal e konsumon për 5 ditë, Michael Phelps e konsumonte brenda një dite. Dhe kjo jo sepse ai le të themi ishte i aftë për le të themi jo se stomaku i tij mund ta treste atë, por sepse muskujt e tij dhe aktiviteti fizik që ai bënte arrinte që t'i diqte këto kalori vetëm nëpërmjet strukturës dhe masës muskulare në raport me dhjamin që ai ka pasur në trupin e vet. Prandaj është shumë e rëndësishme gjithmonë që ne të kujdesemi për shëndetin, ne të kujdesemi për ushqimet që zgjedhim dhe të kujdesemi gjithmonë më shumë për masën tonë muskulare, sepse jo vetëm djegim kalori nëpërmjet saj, por gjithashtu jemi edhe më të shëndetshëm, më pak të riskuar nga sëmundjet kardiovaskulare, më pak të riskuar nga sëmundjet neurodegenerative, më pak të riskuar nga problemet me kockat, më pak të riskuar edhe nga shëndeti mendor, sepse një shëndet i mirë i përgjithshëm dedikohet pa diskutim edhe masës sonë muskulare. Të gjithë e dinë që për të patur një masë muskulare ne duhet stërvitemi me pesha, por regjimi ushqimor sa na ndihmon në këtë drejtim? Dieta në fakt patjetër ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse hera e herës
shumica le të themi e individëve shkojnë me njëherë në palestër dhe thjesht fillojnë të shërbiten duke menduar se thjesht do rrisin masën e tyre muskulare, por në fakt nuk është kaq e thjesht, nevojitet gjithmonë një regjim i mirë ushqimor, sepse trupi jonë është si një tempull, le të themi, që duhet vizituar çdo ditë dhe ajo duhet realizuar nëpërmjet konsumimit të makro dhe mikro elementëve të cilët ne i marrim nëpërmjet ushqimeve. Sepse nëse nuk kujdesemi për këtë aspekt, atëherë është një lloj si një makinë. Pra, imagjinojmë kur jemi në autostradë, jemi duke shtuar gazin dhe kalojmë xhirot e motorit. Dhe në këtë moment atëherë ne nuk bëjmë asnjë gjë tjetër përveç se e djegim motorin dhe një lloj edhe metabolizmi jon dhe muskujt tan kanë nevojë që të mirëmbahen vazhdimisht me vlera ushqyese, sepse për të ndërtuar masë muskulare duhet të kemi fraksione të karbohidrateve, fraksione të proteinave, fraksione të yndyrnave, gjithashtu edhe fraksione shumë të rëndësishme të mikroelementëve që janë vitaminat e tretshme në yndyrë si D, E, K dhe A, apo dhe vitaminat e tretshme në ujë si vitamina C, vitaminat e grupit B, B1, B2, B6, B12 e tjerë. Prandaj, një mirë ushqyerje është rruga e duhur për ta realizuar këtë gjë. Le të zbulojmë së bashku cilat ushqime na ndihmojnë për rritjen e masës muskulare të trupit tonë dhe gjithashtu për të siguruar ushqimin për muskujt. Ne kemi zgjedhur një gamë të gjerë të produkteve nga dyqanet e Neranxhi Organic Market, por nëse flasim për ndërtimin e masës muskulare të pastër, sepse patjetër duhet të konsumojmë dhe të kujdesemi për shëndetin tonë duke bërë një regjim të mirë balancuar dhe me produkte cilësore, unë do përmend të bardhën e vezës. Veza dihet si një produkt ushqimor, në fakt është një nga ato proteinat që konsiderohet si proteinë referuese. Të gjitha proteinat e ndryshme në produktet ushqimore merren për bazë duke krahasuar me proteinën e vezës, sepse veza është vetmja proteinë e cila ka biodisponueshmërinë më të lartë nga çdo proteinë tjetër. Pra, metabolizmi ynë ka aftësi për ta përthithur atë më mirë nga çdo proteinë tjetër, sepse përmban dosje shumë të larta të lizinës, një aminoacid shumë esencial për ndërtimin e masës sonë muskulare. Dhe e bardha e vezës në krahasim me nga veza e plot ka ende edhe më pak kalori, duke lexuar etiketën mbrapa ka vetëm 50 kalori për 100 gram. Është e përshtatshme për të bërë realizime të ndryshme të kombinimeve ushqimore, pra mund të përdoret për bërë omlet, mund të përdoret për të bërë një tas me tërshër dhe duket pak sa e çuditshme, por po në fakt përdoret edhe për të bërë tërshër. Porridge meal që përdoret zakonisht në Amerikë apo në Angli, pra tërshëra e zier, mjafton që t'i shtojmë edhe të bardhë vezë, ta përzijmë vazhdimisht mirë dhe kemi ndërtuar kështu një vakt të kopësitur nga ana proteinike, por njëkohësisht dhe nga ana kalorive dhe nga ana e vlerave të larta ushqyese, duke marrë të gjitha ato mikroelementet e duhura për të ndërtuar masën tonë muskulare. Dhe për vetëm 50 kalori e bardha e vezës furnizon me 10.2 gram protein. Pra, një vakt mesatar normal duhet të konsistojë minimalisht në 10 deri në 20 gram protein në varësi të individëve të ndryshëm, sepse çdo individ ka kërkesën e ndryshme të nevojës proteinike ditore në varësi të moshës, peshës, gjinisë apo aktivitetit fizik që ai kryen. Dhe në të gjitha pikat e dyqaneve të Neranxhi Organic Market ndodhet ky paketim i të bardhës së vezës, i cili është mjaft i sigurt në fakt për përdorim, sepse është e pasterizuar dhe njëkohësisht shumë stabil për të qëndruar në kushte frigoriferike. Madje në këtë mënyrë kursejmë dhe atë të verdhën e vezës, e cila hera herë se nuk e konsumojmë, thjesht e çojmë dëm. Prandaj është një paketim inteligjent që në dyqanet e Neranxhit ai ofrohet. Nga ana tjetër kemi edhe produktet proteinike, të cilat janë shtazore dhe kur duam të marrim një sasi të konsiderueshme të proteinave, detyrimisht ne duhet i referohemi produkteve me origjinë shtazore, sepse ato përmbajnë të 9 aminoacidet esenciale që ne nevojiten për të ndërtuar një masë të duhur dhe strukturë të shëndetshme muskulare. Duke qenë se ato janë të vështira për t'i marrë në rrugë të tjera dhe metabolizmi nuk i prodhon, produktet ushqimore si salmoni, i cili
përveç se sasive të larta të proteinave cilësore, përmban edhe acidet yndyrore omega 3, omega 6, omega 9, e bën atë të paketuar me, le të themi, këto vlerat ushqyese mjaft të mira që në rrugën tonë, në traktin ton tretës dhe në traktin ton gastrointestinal ato të zbërthehen në element më të vegjël ku më pas të rindërtohen për të ndërtuar strukturën tonë muskulore. Dhe përveç këtij faktit, në dyqanet e Neranzi Organic Market, salmoni vjen në një paketim të tillë 250 gram, ku në brendësi ndodhen 2 filet të ndryshme për 125 gramësh dhe kjo është ideale për një servirje. Pra nuk e kemi as të vështirë për të marrë atë porcionin e duhur dhe duke mosditur se sa ushqim konsumojmë, sepse në fund të ditës patjetër kemi nevojë të konsumojmë proteina, por sasia është ajo çfarë është e rëndësishme që ne ta menaxhojmë, qoftë nëse duam të shtojmë peshë apo të humbim peshë apo edhe të mbajmë peshën tonë apo edhe nëse duam të rrisim masën tonë muskulare. Prandaj është e rëndësishme konsumimi gjithmonë i produkteve cilësore, të cilat kanë sasi të lartë proteinike, por njëkohësisht dhe ato mineralet së bashku me acidet yndyrore esenciale, sepse në fund të ditës ne nevojitet një kombinim dhe një larmishmëri e vlerave ushqyese, jo vetëm një element. Se ndryshe do konsumonin të gjithë proteina plur dhe nuk do kishim nevojë për asnjë gjë tjetër. Por në fakt ato janë të pashëndetshme. Dhe një tjetër produkt i cili normalisht nuk përmban sasi shumë të larta të proteinave, por përmban sasi shumë të lartë të vlerave ushqyese si polifenolet të ndryshme dhe një ndër to teobromina. Teobromina në fakt nuk është asnjë gjë tjetër veçse një element ideal dhe shumë efektiv në çokoladë, i cili ndihmon si një element vasodilator, që do të thotë ka aftësi të zgjerojë enët tona të gjakut, duke i lejuar që të cirkulojë më tepër gjak. Por duke bërë këtë veprim, atëherë ne së bashku me këtë rritjen e qarkullimit të gjakut ndihmojmë që të transportojmë më tepër oksigjen nëpër sistemin ton kardiovaskular. Dhe duke bërë një veprim të tillë, atëherë sa më shumë oksigjen të kaloj, aq më tepër jemi në të aftë të djegim dhe të shpenzojmë kalori, duke humbur ato rezervat e dhjamit dhe duke i dhënë mundësinë masës muskulare të marrë frymë në thonjza, pra të rritet në sasinë e saj. Dhe përveç këtij fakti, ai është edhe një produkt i shëndetshëm, sepse në përqindjen e çokoladës 70%, ato flavonoidet e shumta dhe mineralet e shumta si magnezi në japin mundësi për të kryer ato proceset biokimike që në metabolizmin ton ndodhin pafundësisht, dhe vetëm një sasi e magnezit që mund të marrin nga 25 gram servirje çokolade është e mjaftueshme, le të themi, për një pjesë të mirë të ditës tonë në mënyrë që ne të jetojmë një jetë të shëndetshme. Dhe përveç këtij fakti është shumë e shijshme sepse në dyqanet e Neranzit një paketim i tillë i çokoladës Valerona ka një shije goxha të veçantë, sepse origjina e kësaj çokolade e bën atë të ketë atë shijen karakteristike që jo çdo çokoladë e ka. Prandaj ngelet vetëm që të gjithë të vizitojnë një nga dyqanet e Neranzit dhe të zgjedhin produkte cilësore të tilla. Kam një pyetje për frutat e thata. Sa ne duhet të konsumojmë për të patur muskuj të fortë? Po, në fakt e drejtë, dhe nëse flasim për stikat, ato janë një nga ato produktet ushqimore që ne na ndihmojnë shumë për shëndetin tonë dhe për të dhënë një masë muskulare akoma më të pastër. Në fakt unë përmenda stikat, por në dyqanet e Neranzit ka pafundësi opsione të ndryshme me fruta të thata, si arat, lajthit, ara pikan, ara kajsus, e kështu me radhë, pra alternativa nga më të ndryshmet. Dhe të gjitha këto së bashku kanë një të përbashkët, pra kanë një SHVP, shumë fishme të vogël përbashkët, që janë fibrat dhe acidet yndyrore esenciale omega 3, omega 6, omega 9. Një servirje, le të themi mesatarisht 30 gram, është një sasi e duhur për të konsumuar në përditshmërinë tonë dhe duhet pasur kujdes në fakt me konsumimin e frutave të thata, sepse një paketim ose një sasi për 100 gramësh ka prapërsisht me 560, 580 deri në 590 kalori. Pra janë të dëndura goxha me kalori. Dhe në rast se ne duam të ndërtojmë një strukturë ose një skelet muskulor shumë të fortë dhe të shëndetshëm, atëherë duhet të kemi në kujdes dhe në ekuilibër këtë raport ndërmjet kalorive që konsumojmë dhe proteinave që konsumojmë. Pra duhet të ruajmë një balancë të mirë, sepse çelësi çdo gjëje është balanca në fund të ditës. Dhe
veçantia në fakt në dyqanet e Nerandit është sepse paketimet e tilla inteligjente na e bëjnë shumë të lehtë ndarjen e sasive dhe porcioneve që ne të konsumojmë gjatë ditës. Mjafton që një paketim i tillë, i cili përmban 100 gram, ne ta konsumojmë në një afat kohor për 4 ditësh ose 3 ditësh dhe e dim shumë mirë dhe mjaft mirë që kemi marrë një sasi të dur të vlerave ushqyese. Dhe nëse përmendim acidet yndyrore omega 3 dhe omega 6, omega 9 që frutat e thata i përmbajnë, ato jo detyrimisht ndikojnë drejt për drejt në ndërtimin e masës muskulare, por ndikojnë në shëndetin mendor, ndikojnë në mënyrën se si hormonet tona zhvillohen, pra se sa të larta janë nivelet e kortizolit, i cili është një hormon stresi dhe na represon le të themi zhvillimin muskulor, ndikojnë në mënyrën se si ato bakteret e mira të zorrës së trashë ushqehen, duke prodhuar acid butyrik, ku më pas ose propionat, ku më pas ato ndihmojnë në ribalancimin dhe rregullimin e shtresës së brendshme të zorrës së hollë dhe të zorrës së trashë, e cila ndihmon në përcisjen e ushqimeve. Pra kanë një efekt kaskad. Kështu që mos harroni gjithmonë të konsumojmë fruta të thata. Cilat janë disa sugjerime të tua të tjera, jo vetëm këto që una përmende, të cilat na ndihmojnë në rritjen e masës tonë muskulare? Në fakt, disa nga sugjerimet e mia të tjera që do kisha shumë dëshirë të flisja, sepse janë goxha të vyera dhe të rëndësishme për të ndërtuar një masë muskulare të mirë, por që dhe jo shpesh përdoren, janë pikërisht produktet e sojës. Në dyqanet e Nerandit, ne kemi alternativa të ndryshme se si soja vjen në dyqanet tona. Një nga ato alternativat është proteinat e sojës me teksturë, të cilat janë praktikisht produkti sojës, i cili është përpunuar dhe është tharë dhe vjen në këtë format krokant, i cili mjaft mirë mund të përdoret në supa të ndryshme, mjaft mirë mund të përdoret në smoothie të ndryshme, mund të bëhet kek, mund të bëhet buk, dhe është një zgjidhje inteligjente për të shtuar sasinë proteinike të këtyre elementeve që unë përmenda pak më përpara. Dhe për vetëm 100 gram, ky paketim përmban rreth 24 gram protein, çfarë është një sasi goxha e lartë proteinike dhe ne na ndihmon shumë për të ndërtuar masën tonë muskulare. Madje të gjithë ata që merren me aktivitet fizik e kanë shumë të lehtë përdorimin e këtij paketimi, duke i ardhur në ndihmë si një zgjidhje inteligjente për të marrë burime proteinike organike, sepse çfarë është dhe bija, çfarë është më e rëndësishme është që çdo burim cilësor proteinik ne ta marrim nëpërmjet ushqimeve të cilat janë sa më afër me natyrën dhe sa më pak zgjidhjeve dhe alternativave të cilat janë industriale, që në fund të ditës kanë pafund aditiv, kanë pafund shtesa, kanë pafund ngjyrues, pafund aromatizues dhe as pak dhe absolutisht nuk i bëjnë nder metabolizmit ton. Dhe ky është një nga ato produktet i cili realisht ndihmon shumë në këtë aspekt. Përveç proteinave të sojës, kemi edhe qumshtin e sojës, një qumë është vegjetal, i cili është ideal dhe për të gjithë ata të cilët janë intolerant ndaj laktozës, por dhe jo vetëm, sepse nga çdo kush mund të përdoret pa diskutim për të reduktuar paksa kalorit, për të ndihmuar në masën muskulare, për të marrë disa vitamina më tepër, sepse zakonisht burime vegetale të produkteve të tilla, pra të lëngshme, kanë një sasi kanë një sasi me minerale dhe me vitamina pak më të lartë, duke përmendur disa fitokimikate të cilat janë shumë të rëndësishme. Por nga ana tjetër produktet e sojës kanë një veçanti tjetër, siç dhe djathi tofu është, dhe të gjitha e kanë si një SHVP, pra shumë fish të përbashkët, është sepse imitojnë dhe mimikojnë një hormon. Zakonisht e gratë në periudhën e moshës 50 vjeçare ndodh një transformim, mund të kemi paramenopauzë ose menopauzë, ku hormonet disbalancohen, pra testosteroni dhe estrogeni. Estrogeni bie, testosteroni fillon të rritet. Dhe të gjitha produktet e sojës në fakt kanë një molekulë e cila quhet fitoestrogen. Dhe është pikërisht ai çfarë imiton molekulën e estrogenit, duke luajtur dhe rolin e rregullatorit në gratë të cilat kanë problemin e menopauzës. Nga ana tjetër, dhe djathi tofu si një burim proteinik është i shkëlqyer sepse ka sasi të lartë të proteinave cilësore për konsumim. Jo vetëm produktet e sojës, por kemi edhe burimet e ndryshme siç janë karbohidratet, që në fakt
është goxha e rëndësishme marrja e tyre, sidomos pas periudhës stërvitjeve intensive, nuk është e rekomandueshme të konsumojmë vetëm proteina, sepse studime të ndryshme janë realizuar për këtë pjesë në fakt dhe është vërtetuar se nëse ne kombinojmë një sasi karbohidrati me një sasi proteinike pas seancave tonë stërvitore, atëherë ne bëjmë një lloj spike, pra protein spike dhe insulin spike, të cilat janë disa luhati të vogla të niveleve të insulinës, çfarë e ndihmojnë më pas metabolizimin e proteinave në mënyrë të tillë që të ndërtohet më lehtë masa muskulore. Kështu që përveç faktit që tërshëra është e pasur me karbohidrate komplekse, përmban dhe një fibër beta-glukan që përveç se na ndihmon në këtë protein spike, ndihmon shumë në shëndetin gastrointestinal. Pra, ndryshe një rrugë dy punë. Nga ana tjetër ose një produkt mjaft interesant janë dhe qiqrat, të cilat njihen mjaft mirë për sasitë e tyre të larta të proteinave, ku nëse lexojmë paketimin nga pas, për 100 gram ne marrim rreth 8.86 gram protein. Çfarë është një sasi mjaft e madhe krahasuar për produktet e ndryshme bimore. Dhe qiqja përveç këtij fakti përmban dhe fibra të ndryshme mjaft të rëndësishme për shëndetin tonë të tretjes, duke përmirësuar mundësinë që ne të përcjellim më tepër vlera ushqyese. Nuk është e rëndësishme vetëm të marrim proteina, sepse nëse marrim pa kufi, dhe nëse tresim gjithmonë më pak, atëherë nuk jemi duke ndërtuar, por jemi duke shkatruar. Kështu që është e rëndësishme kombinimet e zgjuara, të cilat na lejojnë që këto çfarë konsumojmë ne t'i përthithim. Dhe siç edhe qiqrat, të fundit doja të përmendja dhe një produkt i ngrirë si favat. Janë produkte të cilat janë inteligjente, kanë pak kalori, kanë shumë klorofil, kanë shumë antioksidant, dhe antioksidantat janë një grupi kryesor i elementeve të cilat ne na lejojnë që metabolizmi jon të kryejë funksionet e tij siç ka qenë dizenjuar, pa interferenca, pa e lodhur mëlçin ton, pa lodhur organit tona detoksifikuese dhe duke na ndihmuar që çdo ushqim që ne përthithim ta shfrytëzojmë në maksimum. Dhe në fakt, nëse shohim dhe etiketën, unë gjithmonë kam një fiksim të lexoj etiketat nga pas të produkteve, për 100 gram ka vetëm 76 kalori. Çfarë e bën atë një produkt mjaft hipokalorik, duke qenë njëkohësisht dhe ndihmes për të balancuar pjatat tona. Pra, e dim shumë mirë që në një pjatë ne duhet të kemi 40%, duhet të kemi 30% karbohidrate, 30% yndyrna dhe fraksioni tjetër me proteina. Dhe në këtë mënyrë ne duke përdorur dhe produkte të tilla e realizojmë më së miri le të themi kombinimin e këtyre produkteve për të jetuar shëndetshëm, për të ndihmuar muskujt tanë të jenë më të fortë dhe për të lehtësuar jetën tonë dhe përditshmërinë tonë. Kështu që mjafton vetëm që të vizitojmë një nga pikat e dyqaneve të Neranzi Organic Market për të gjetur zgjidhje inteligjente, për të gjetur produktet e duhura dhe për të jetuar një stil jetese ideal konform ndaj një jete të shëndetshme. Faleminderit Alken që ishe sot me ne dhe që si gjithmonë na ndihmon që të bëjmë zgjedhjet e duhura. Është kënaqësi dhe pa diskutim, është shumë e lehtë për mua në fakt kur produkte të tilla si marka Neranzi na lehtësojnë goxha zgjedhjet tona për të jetuar një jetë të shëndetshme. Faleminderit dhe ju të gjithëve që qëndruat me ne, bashkë jemi në episode të tjera. Mirupafshim.